Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria qëndron qartë as i përkrah Shteteve të Bashkuara në përballjen me Iranin. Ministri i Ndërtyrë për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali deklaroi se në qendër të kësaj krize nuk janë vetëm shtetet dhe strategjitë, por dhe njerëzit. Spiropali siguroi se Shqipëria ka qenë dhe mbetet e qartë. Regjimi i ajatollave ka shtypur popullin e vet për dekada dhe ka kontribuar në destabilizimin e rajonit përmes veprimeve dhe strukturave që cënojnë sigurinë ndërkombëtare. Njëkohësisht Spiropali dënoi çdo sulm ndaj civilëve dhe çdo veprim që rrezikon për shkallëzim të pakontrolluar ushtarak. Spiropali konsideroi të papranueshme sulmet dhe kërcënimet që kanë prekur Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin, vendet e gjirit, si dhe interesat dhe personelin amerikan në rajon. Irani goditi dhe bazën ushtarake britanike në Qipro. Ministri britanik i mbrojtjes John Healey deklaroi se 2 raketa u lëshuan nga Irani. In Cyprus, we had 2 ballistic missiles fired in the direction of Cyprus. Një burim konfirmoi për Jerusalem Post se raketat ishin të destinuara të arinin në Qipro, por përfunduan me errët në ujë. Personeli ushtarak britanik, i njohur si Forcat Britanike në Qipro, është i stacionuar në zonat sovrane të bazave të Mbretërisë së Bashkuar në Akrotiri dhe Dhekelia në Qipro, ndërsa 300 trupa britanike ishin stacionuar pranë bazës ushtarake amerikane që Irani goditi në Bahrein të shtunën, me disa nga ushtarët që ndodheshin disa qindra metra larg. But in that Bahrain military base that was hit by missiles and drones yesterday, we had 300 British personnel, some within several hundred yards of the strike. Dhe Jerusalem Post raportoi se Irani kishte goditur një pjesë të zbrazët të bazës dhe se Bahreini kishte menaxhuar me sukses raketat në hapësirën ajrore. Avionë luftarak të forcave ajrore izraelite lëshuan më shumë se mbi 2000 bomba në ditën e parë të luftimeve kundër qindra objektivave të regjimit iranian dhe objekteve ushtarake që nga fillimi i konfliktit me Republikën Islamike njoftuan forcat e mbrojtjes së Izraelit. Sasia e municioneve të hedhura mbi objektivat në Iran gjatë 30 orëve të para të konfliktit ishte rreth gjysmë asaj që forcat ajrore izraelite thanë se përdorën gjatë luftës 12 ditore në qershor 2025. Që nga fillimi i raundit aktual të luftimeve, avionët luftarak të forcave ajrore izraelite kanë kryer mbi 700 fluturime operative, duke arritur repërsia ajrore brenda 24 orëve nga nisja e operacionit, tha ushtria, duke theksuar se shumë sisteme të mbrojtjes ajrore iraniane u azgjësuan në Iranin perëndimor. Gjatë gjithë ditës Izraeli shënjestroi disa vende në mbar Iranin, përfshirë lëshues raketash balistik, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe selik komanduese, duke vepruar dukshëm pa u penguar nga mbrojtja e Iranit. Të paktën 550 persona u vranë brenda territorit iranian që nga nisja e ofensivës, ndërsa 10 qytete janë goditur. Të dhënat u publikuan nga shoqata iraniane Gjysmëhënë së Kuqe. Organizata humanitare njoftoi se 131 qytete u goditën nga bombardimet dhe sulmet me raketa. Edhe Garda Revolucionare Iraniane njoftoi se kanë ndërmarrë valën e 10 të sulmeve akmarrëse ndaj objektivave izraelite si pjesë operacionit të koduar, premtimi i Siqert 4. Sipas agjencisë iraniane, raketa balistike të tipit Kyber janë lëshuar drejt kompleksit qeveritar në Tel Aviv, si dhe drejt qendrave të sigurisë dhe instalimeve ushtarake në Haifa dhe Jeruzalemin Lindor. Sulmi në Iran trondit çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare. Nafta bruto amerikane u rrit deri në 8% në $72 për fuqi, por më pas u stabilizua në $71. Ndërkohë nafta Brent, që shërben si standard global, fillimisht u rrit me 12% në $82, por më pas ra nën $78. Të premte çmimi i Brentit ishte më pak se $73 për fuqi, raporton CNN. Irani luan një rol kyç në tregun global të naftës. Ai është prodhues i madh, kontrollon një rrugë detare vitale për transportin e naftës dhe eksporton atë në vende me kërkesë të madhe si Kina. Sipas të dhënave të OPEC, Irani ka rezervat e treta më të mëdha të provuara të naftës në botë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.